Ndryshimet ligjore të miratuara nga Ministria e Arsimit të Malit të Zi që nga gushti i vitit 2025 po shndërrohen nga një reforme paralajmëruar si harmonizim me standardet evropiane në një mekanizëm që prodhon pasiguri juridike, kosto të larta dhe trajtim të pabarabartë për mësimdhënësit shqiptar. Në vend që të lehtësojë lëvizshmërinë akademike dhe integrimin profesional, ligji i ri për barazimin e diplomave po krijon barriera të reja administrative për ata që prej vitesh mbajnë gjallë sistemin arsimor publik në zonat me shumicë shqiptare. Prekja më drejt për drejt është mësimdhënësit që kanë përfunduar studimet në Shqipëri ose Kosovë dhe që pavarësisht përvojës shumë vjeçare të punës në shkollat e Malit të Zi, sot përballen me pengesa serioze në procesin e rinovimit të licencave profesionale. Detyrimi për renovim çdo 5 vjet i kombinuar me kërkesa të reja burokratike dhe financiare ka kthyer një procedurë administrative në një proces të pasigurt dhe diskriminues. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi, Faik Nika, konfirmon se institucionet janë plotësisht të vetëdijshme për këtë problem, por deri më tani nuk kanë ofruar asnjë zgjidhje reale. Jemi të informuar, domethënë edhe me kontaktet e para i kemi marrë nga drejtuesit e shkollave për shkak se aty është paraqit ky problem fillimisht dhe është aktual, pasi që mësimdhënësit të cilët punojnë me vite në shkolla dhe të cilët duhet ta rikuperojnë licencën çdo 5 vite, ato kanë ardhur pas ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit, i cili ka ndodhur në gosht, ligjit të përgjithshëm për arsim, konkretisht në 101A.7, ku thohet se të gjithë të cilët kanë studiuar jashtë Malit të Zi duhet të bëjnë barazvlerësimin e diplomave. Edhe pse e kanë bërë me ligjet në fuqi në atë kohë, domethënë ju duhet përsëri ta bëjnë, kjo ka krijuar një lloj vështirësie dhe ngërçi. Përveç asaj, ne kemi marrë informata se ka dhe kosto financiare kjo, barë shtesë për të gjithë ato që kanë studiuar jashtë Malit të Zi, konkretisht për shqiptarët po flas në Shqipëri në Kosovë, sepse gjithë ju kërkohet që gjithë kurrikulat e gjithë viteve, silabuset e viteve të studimit të përkthehen në gjuhën malazeze. Kjo është një kosto goxha e rëndë për secilën familje ose individ. Dhe përveç saj, me ligjin aktual duhet të nënshtrohen edhe provimeve të ndryshimit nëse komisioni e vlerëson se ka nevojë në varësi për programeve të studimit. Kështu që është një sfidë e re të cilët na kanë dalë këto ditë. Jemi në kontakt me drejtorët e shkollave, po synojmë të bëjmë një takim me deputetët shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi, sepse synojmë që duhet gjetur një zgjidhje përmes ndryshimeve dhe plotësimeve të këtij neni i cili e vështirëson këtë. Ne kemi kuptuar edhe mesazhin edhe pse kanë ardhur të ndryshime, sepse ka qenë qëllimi që të bëhet një lloj qartësimi mes diplomave reale dhe atyre që mund të jenë të manipuluara në Mal të Zi, që mendohet se ka mjaft, kështu që synimi ka qenë i qartë, i mirë kur nisja e kësaj procedure, mirë po tani që shohim se pasojat e implementimit në realitet e ka krijuar sidomos vështirësi për shqiptarët, sepse duhet të potencojmë që gjuha shqipe është pothuajse ndryshme nga gjitha gjuhët që janë në rajonin e Ballkanit, sepse studentët nga Mali i Zi që studiojnë në Serbi, në Bosnë, në Kroaci, pak a shumë nuk kanë nevojë të bëjnë këtë procedurë përkthimit, as ti nënshtrohen, ndoshta provimet ndryshimit mund të ketë, po mendoj veç pjesën e kostos përkthimit kurrikulave të gjithë viteve studimit. Kështu që po synojmë, si thash, si Këshill Kombëtar, bëjmë takimin brenda pak ditëve, takimin me deputet shqiptar dhe të propozohet ndryshime dhe plotësimet e ligjit e nenit përkatës, i cili e ka sjellë deri te këtë, pasi siç e thatë edhe ju, me konventen e Bolonjës të gjithë shtetet janë nënshkruese të saj, shtetet e rajonit, sipas sistemit e Bolonjës gjithë diplomat duhet njihen edhe marrëveshjeve ndërshtetërore që ka Mali i Zi me Shqipërinë dhe Kosovën. Mirë, po pas këtyre ndryshimeve që thash që kanë ndodhur me ndryshimet e fundit në muajin gusht, ka ardhur deri te ky problem që është shumë problem serioz, sinqerisht edhe po ndjekim me vëmendje, besoj se do duhet gjetë një zgjidhje sa i përket kësaj çështje. Ndërkohë mbetet të shihet nëse institucionet shtetërore do të reagojnë me masa konkrete për të shmangur thellimin e pabarazive dhe për të garantuar një trajtim të drejtë dhe funksional për të gjithë mësimdhënësit, pa dallim të vendit ku kanë përfunduar studimet e tyre.